Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Elif Lam Ra. Ky është libri që ta kemi shpall ty, që njerëzit të nxjerrësh nga errësira në dritë, me lejen e Zotit të tyre, në rrugën e të plotfuqishmit dhe të falënderueshmit. Elif Lam Ra. Ky është një libër të cilën i ta shpallëm ty, që, me lejen e Zotit, të nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, në rrugën e ngallënimtarit të ladruarit. Allahu i madhëruar na tregon se ja shpalli Kur'anin profetit e tij, për të qenë në dobi të krijesave e për të nxjerrë ata prej errësirave në dritë, për të nxjerrë nga errësirat e ignorancës, mohimit të Zotit, poshtërsive dhe veseve të ulëta, në dritën e diturisë, besimit të sinqertë, bindjes ndaj Zotit dhe virtyteve. Vëreni me kujdes. Allahu i madhëruar e thekson me lejen e Zotit të tyre. Kjo do të thotë se çdo adhurim që Zoti e do, ka për të realizuar prej tyre vetëm mendimin dhe dëshirën e tij. Asnjë punë e njerëzve nuk mund të ndodhë pa lejen e Allahut. Kjo është nxitje e hapur për mbështetje dhe kërkim ndihme nga Zoti për ta plotësuar adhurimin. Adhurojeni Zotin përmes ligjeve dhe mënyrës që ai ka përcaktuar dhe kërkoni ndihmën e tij, që t'ju lehtësoj dhe mundsoj një adhurim sa më të plot e të pranuar nga ai. Pastaj i madhruari e shtjellon edhe me shumë dritën, drejt se cilës uzon ky libër, në rrugën e ngallënimtarit të ladruarit. Kurani uzon në rrugën që të çon drejt Allahut, që është ngallënimtari dhe i ladruari, dhe në vendin e shpërblimit të përjetshëm, ku ai do të nderojë të dashurit e vet. Kjo rrugë ndërtohet mbi dy themele, një dituri e saktë rreth shpalljes dhe dy puna e sinqertë sipas kësaj diturie. Mendo pak. Allahu i madhruar thotë se Kurani uzon në rrugën e tij, që është El Aziz, ngallënimtari dhe El Hamid, i ladruari. Përmendja e këtyre dy emrave tregon se edhe pasuesit e kësaj rruge janë krenar dhe ngallënimtar. Ata janë të fortë dhe të pathyeshëm, edhe nëse nuk kanë shumë ndihmëtar, sepse u mjafton Allah, i cili është ndihmuesi më i fuqishëm. Ata janë të ladruar ndër njerëz dhe bëjnë punë të ladrueshme. Sigurisht, i lavdishëm dhe i ladruar do të jetë edhe përfundimi i tyre. Perëndi, të cilët i përkasin çka kanë në qiell dhe në tokë. Mje për mohuesit nga dënimi i tmeshëm që do t'i godas. Allahut, të cilët i përket gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë. Rruga ose ligji që Allahu vendosi për njerëzimin është treguesi i qartë se ai ka emrat më të bukur, cilësitë më të larta dhe atribute absolute. Ky ligj tregon se ai që e ka caktuar është krenar e ngallënimtar në pushtetin e vet dhe i lavdëruar në çdo aspekt, në fjalët, veprat e tij dhe ligjet që vendos për krijesa. Allahu është i vetmi i adhuruar me merit dhe duhet adhuruar vetëm përmes mënyrës së përcaktuar nga ai. Ai duhet adhuruar përmes asaj që quhet Siratul Mustaqim, rruga e drejtë. Ky ajet tregon se ashtu sikur se Allahu është i vetmi sundues i qiellit dhe i tokës, i vetmi krijues, furnizues dhe kujdestar për krijesat e tij. Ashtu është dhe duhet të jetë i vetmi që vendos ligjet e besimit dhe ligjet e jetës së tyre. Ata janë pronë e tij dhe nën sundimin dhe pushtetin e tij, prandaj ai kur nuk do të lindte të çoroditur e të pozuar. Pasi përmendi këto argumente dhe fakte, Allahu i madhruar kërcënon ata që nuk i nështrohen, mohuesit, për dënimin e ashpër. Që i pret, këtë dënim askush veç Zotit nuk mund ta shpjegojë e tregojë mallsinë dhe dhimbjen e tij. Në vijim vinë cilësi talluese të këtyre të mjerëve që nuk i nështruan ligjet të Zotit dhe adhurimit të tij sipas Kuranit. Ai thotë: ata që jetën e kësaj bote e duan më shumë se atë të botës tjetër dhe pengojnë njerëzit nga rruga e Perëndisë dhe dëshirojnë ta shtrembërojnë atë. Ata janë në humbje të madhe. Mirë ata që e duan më shumë jetën e kësaj bote se atë të botës tjetër. Këta kënaqen me jetën e kësaj bote dhe stolitë e saj. Ata gjejnë prejen e të dhe harrojnë ditën kur do të kthehen tek i Madhërisht. Ata shpërfillin shpaljet dhe paralajmërimet e Zotit dhe të profetëve. Ata urrejnë të vërtetën e pamohueshme dhe, përveç vetvetes, pengojnë edhe të tjerë nga rruga e Allahut, që i pengojnë njerëzit nga rruga e Allahut dhe që kërkojnë të diçka të shtrembëruar. I pengojnë nga rruga që duhet të ndjekin njerëzit, nga ligji i jetës së tyre dhe mënyra e adhurimit që Zoti kërkon prej tyre. Allahu i madhruar e ka shtjelluar qartë në shpaljen e tij dhe përmes profetëve këtë rrugë, ndërsa këta të mirë e flakin në shpërfillin atë dhe paralajmërimet e tij. Nuk mjaftohen me kaq, por pengojnë edhe të tjerët, duke qenë të ndezur flakën nga urrejtja për Zotin dhe për shpaljen e tij, që bien ndesh me dashurindeset e tyre për këtë jetë dhe stolitë e saj. Kështu, ata shndërrohen në armiq të rrugës së Zotit dhe agresorë ndaj njerëzve. Ata paraqesin të shtrembëruar dhe të urryra rrugën e Zotit në mënyrë që të largojnë sa më shumë njerëz prej saj. Por Allahu dëshiron që ta përkryejë dhe plotësoj dritën e tij, edhe pse mohuesit e urrejnë këtë gjë. Ata janë në një humbje të largët. Këta njerëz, me të tilla cilësi, janë në humbje të qartë dhe shumë të thellë. Ata jo vetëm që humbin vetveten, por luftojnë edhe për humbjen e të tjerëve. Ata kundërshtojnë rrugën e Allahut dhe profetit e tij dhe kanë guximin dhe paturpsinë të luftojnë kundër kësaj rruge.
E ku ka humbje më të madhe se sa kjo? Piçuditse ndërsa besimtarët qëndrojnë nga krau tjetër. Ata i besojnë Allahut dhe shpaljeve të tij. Ata i japin përparësi ahiretit kundrejt dinjas. Ata jo vetëm ndërtojnë e përmisojnë vetveten sipas ligjit të Zotit, por ftojnë edhe të tjerët me durim e dituri. Ata u zbukurojnë njerëzve rrugën e Zotit dhe u bëjnë të qartë se ajo është rruga e drejtë. Na nuk kemi dërguar asnjë pejgamber përpos në gjuhën e popullit të tij, për t'u shpjeguar atyre e ta kuptojnë. Perëndia e shpjen e humbje këtë doj dhe uzon e rrugë të drejtë këtë doj. Ai është i plotfuqishëm dhe i gjithdijshëm. Ne e kemi dërguar çdo pejgamber vetëm me gjuhën e popullit të vet për t'u qartësuar gjëra. Ky ajet tregon dashurinë, butësinë dhe përkujdesin e madh të Allahut të Madhëruar, i cili përzgjodhi profetët nga mesi i popujve përkatës, që flisnin gjuhën e tyre, në mënyrë që t'u sqaronin gjithçka që ata kishin nevojë. Kështu kujdeset të gjithëmshirshmi që njerëzit të kenë mundësinë të mësojnë atë që ai ka shpallur. Nëse profetët nuk do të flisnin të njëjtën gjuhë me popujt e tyre, ata do të mund të mësonin shpalljen e Zotit vetëm nëse do të mësonin paraprakisht gjuhën e shpalljes. Profetët qartësuan gjithçka, prandaj popujt nuk kanë asnjë justifikim përpara Zotit. Pas këtij qartësimi, Allahu i Madhëruar tregon se do të ndodhen dy gjëra: Allahu e lën e humbja atë që dëshiron dhe uzon në rrugë të drejtë atë që dëshiron. Allahu le të pauzuar ata që nuk nështrohen të jetojnë dhe të adhurojnë atë sipas udhëzimit të përcjellë të qartësuar nga profetët e shpalljet. Ndërsa për ata që i pranojnë me respekt shpalljet dhe udhëzimin e Zotit dhe nështrohen të jetojnë sipas tyre, ky hap shënon fillimin e suksesit. Allahu i Madhëruar ju udhëzon edhe më tej dhe u forcon besimin. Këta janë ata që ai do për t'i përfshirë në mëshirën dhe për kujdesin e tij të veçantë dhe për t'u dhënë udhëzimin e plot. Pastaj i lartësuari na udhëzon të meditojmë në dy emrat e tij. Ai është ngadhjimtari dhe i urti. Allahu është El Aziz, krenari, ngadhjimtari. Si till, ai është i vetmi që jep udhëzimin dhe ka në dorë humbjen. Ai i rrotullon zemrat e robërve si të dëshirojë. Allahu është edhe hakim, i urtë dhe, si till, ai e vendos udhëzimin dhe humbjen në zemrat që i meritojnë ato. Ky ajet është argument që tregon se mësimi i gjuhës arabe dhe disiplinave të saj është një vepër e lavdërueshme dhe e shpërblyeshme nga Zoti, sepse vetëm përmes kësaj njohurje mund të kuptojmë drejt dhe plotësisht mesazhin e Zotit. Megjithatë, disa njerëz mund ta njohin mirë dhe natyrshëm gjuhën arabe, si gjuhën e tyre mem. Të tillë ishin sahabët dhe populli që jetojnë në kohën e profetit A.S. Ata e njihnin mirë arabishtën me të gjitha disiplinat e saj, pa qenë nevoja që ta mësonin në shkollë. Na e dërguam Musajin me argumentet tona dhe i tham atij: "Nxjerr popullin tënd nga errësira në dritë dhe përkujtoju atyre detët e Perëndisë ngjarjet e mira dhe të keqija." Me të vërtetë, në këtë ka argumente për çdo njerin që është i durueshëm dhe falendërues. Ne e dërguam Musa me argumentet tona dhe me urdhrin, Allahu i Madhëruar tregon se e dërgoi profetin Musa duke e pajisur me shenja mrekullit të qarta madhështore që tregonin vërtetësinë e tij si profet dhe të mesazhit që ai përcjellte. Udhëresat e Zotit që ju përcollën Musait ishin të ngjashme me udhëresat që ju përcollën Muhamedit dhe të gjithë profetëve të tjerë. Nxjerr popullin tënd prej errësirave në dritën këtë mënyrë. Të gjithë profetët janë dërguar me shpallje udhëzim të qartë për të nxjerrë njerëzit prej errësirave të kufrit, ignorancës së shfrenimit, në dritën e diturisë, besimit të pastër e korrekt dhe bindjes ndaj Zotit. Profetët u dërguan edhe me një detyrë tjetër dhe kujtojnë atyre ditët e Allahut. Domethënë, që tu kujtojnë njerëzve mirësitë dhe bujarinë e Zotit mbi ta, për të nxitur mirënjohjen dhe dashurinë për Allahun, por edhe për t'i ruajtur ndeshkimit e Allahut. Profetët u kujtonin popujve mirësitë dhe bujarinë e Zotit për besimtarët dhe të gjithë ata që i bindën e nështrohen atij. Gjithashtu, u kujtonin edhe ndeshkimet e Zotit mbi popujt që mohonin profetët e shpalljet e tij dhe nuk nështroheshin të jetonin sipas ligjit të shpalljes së tij. Profetët vepronin kështu për të nxitur mirënjohjen e dashurinë për Zotin, por edhe frikë respektin dhe drojën ndaj tij. Në kujtimin e këtyre historive dhe sprovave të Zotit ka mësime për atë kategori njerëzish që kanë dy cilësi. Ata janë të durueshëm gjatë vështirësie dhe mirënjohës në kohë mirësie dhe kënaqësie. Kujtoje kur Musa i tha popullit e vet: "Kujtoni dhuntin që ju dha Perëndia, kur ai ju shpëtoi nga populli i Faraonit, të cilët ju mundua me torturat më të rënda, e i prinin djemt tuaj, e ju linin në jetë femrat tuaja. Kjo ka qenë një sprovë e madhe për ju nga Zoti juaj." Musa i tha popullit e vet: "Kujtoni mirësitë e Allahut ndaj jush, kur ju shpëtoi prej njerëzve të Faraonit, të cilët ju ndeshkonin me format më të keqija." Kujtimi i veprave të Zotit ka shumë dobi, qoftë kur bëhet fjalë për përkujdesin dhe bujarinë e tij me besimtarët, qoftë kur bëhet fjalë për ndeshkimin e zemërimin e tij me mohuesit. Përmes këtyre historive mësojmë për pushtetin absolut të Zotit, pamirësinë e bujarinë gjithëpërfshirëse, drejtsinë e plotë dhe urtësinë e tij të panë. Për këtë arsye, e shohim Musa që zbaton urdhrin e Zotit kur thotë: "Kujtoni mirësitë e Allahut ndaj jush."
Ky është urdhër për t'i kujtuar vazhdimisht mirësitë e Zotit me zemër, fjalë e vepra. Në vijim, ai tregon mirësitë e sprovat që ata kaluan, ju shpëtoi prej njerëzve të faraonit, të cilët ju ndëshkonin me format më të keqia, me pas tregohet një formë torturës, ju thernin mbi tuaj dhe linin gjallë bija tuaja. Kjo ishte një sprovë e madhe nga Zoti juaj. Kjo që ndodhi ishte një sprovë e madhe, që ju kërkon të jeni mirënjohës dhe durimtar, mirënjohës për Zotin, që ju shpëtoi, dhe durimtar për sprovën e madhe që kaluat. Në të dyja gjendjet duhet të jeni adhurues të bindur ndaj Zotit dhe të nënshtruar në adhurimin e Tij me mirënjohje, durim, lutje e përgjerim. Allahu i madhruar do ta shohë durimin tuaj dhe ai do t'ju shpërblej. Kujtoj edhe kur Zoti juaj parashtroi, nëse beheni mirënjohës, unë me siguri do t'ju jap edhe më shumë, e ne beheni mohues, do të dënoheni. Me të vërtetë, dënimi im është i rëndë. Musa nxiste popullin për të qenë mirënjohës ndaj Allahut të madhruar. Zoti juaj shpalli, nëse tregoni mirënjohës, unë do t'ju ashtoj të mirat, por nëse do të tregoni mos mirënjohës, të jeni të bindur se dënimi im është vërtet shumë i rëndë. Allahu i lartësuar na ka premtuar se, nëse tregoni mirënjohës, ai do të na i shtojë më shumë mirësitë që na ka dhuruar. Ai, gjithashtu, na tregoi të jeni të bindur se dënimi im është vërtet shumë i rëndë. Dhe një mënyrë dënimi është largimi i mirësie me të cilat na ka begatuar. Mirënjohja ndaj Zotit shprehet me zemër, duke i njohur dhe pranuar që këto mirësi t'i ka dhuruar ai. Së dyti, ajo shprehet me fjalë, duke e përlevduar dhe falendëruar Zotin për mirësitë e dhuruara. Së treti, shprehet me vepra, duke i shfrytzuar këto mirësi dhe duke i përdorur ato për kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Nga ana tjetër, mohimi i mirësive ose mosmirënjohja shprehet me të kundërtat e këtyre që u tha me lart. Dhe Musa i ka thënë, nëse nuk besoni, ju dhe të gjithë që janë në tokë, Perëndia, me të vërtet, është i pasur dhe plot ladis ka nevojë për falënderimin tuaj. Dhe Musa i tha, nëse ju dhe të gjithë ata që janë në tokë nuk janë mirënjohës, Allahu është i panevojë dhe i lavdëruar. Edhe nëse e bëni këtë, ju nuk jeni për ta dëmtuar as pak Allahun e madhëruar, sepse Allahu është i panevojë dhe i lavdëruar. Sikur të gjitha krijesat i bindeshin dhe nënshtroheshin Allahut, duke adhuruar si një të vetëm dhe duke zbatuar tërësisht ligjin e Tij, kjo nuk do të shtonte asgjë në pushtetin e Allahut të lartë madhëruar. Por edhe nëse do të mblidheshin të gjitha krijesat për të mos i nënshtruar Zotit, kjo nuk do ta cënonte dhe paksonte as pak pushtetin e Tij. Arsyeja është, ai është i plot, absolut, i pasur dhe i panevojë për të tjerët. Allahu është i lavdëruar në veten e Tij, në emrat, cilësitë dhe në veprat e Tij. Ai ka vetë cilësitë e lavdërueshme dhe të plota dhe emrat më të bukur. Të gjitha veprat e Zotit janë madhështore dhe të drejta. A nuk u ka ardhur juve lajmi për ata që kanë qenë para jush, për popullin e Nuhut dhe të Adit dhe të Themudit dhe për ata pas tyre? Vetëm Perëndia i di ata. Pejgamberët e tyre kanë ardhur me dokumentet e qarta, por ata venin duart e tyre në gojë metalje dhe pezmë dhe thonin, na nuk besojmë me atë që jeni dërguar ju. Na jemi me dyshim të madh ndaj asaj që na thini ju. Në këto ajete, Allahu i lartësuar i paralajmëron robëritë e Tij, duke u kujtuar atë që ndodhi me popujt e mëparshëm, që mohuan profetët dhe shpaljet. Kur u erdhën profetët e Zotit me mrekulli dhe shpalje të qarta, ata i konsideruan gënjeshtar dhe nuk i nështruan ligjit të Zotit. Për këtë shkak, Allahu i madhruar u dha një pjesë të ndëshkimit që në këtë botë, duke e parë dhe dëshmuar njerëzia, a nuk ju kanë ardhur lajmet për ata që ishin para jush, për popullin e Nuhut, të Adit, të Themudit dhe atyre që erdhën më pas. Allahu i madhruar i përmend historitë e këtyre popujve në librin e Tij në mënyrë të shqelluar. Askush nuk di për ta përveç Allahut. Tek ata shkuan të dërguarit e tyre me argumente të qarta. Flitet për shumë popujt të mëparshëm, për të cilët askush nuk dinte, përveç Allahut. Të gjithëve atyre u kishe shkuar të dërguarit me argumente të qarta, që dëshmonin për vërtetësinë e shpaljeve të Zotit. Çdo profeti, Allahu i madhruar i dha shenja dhe mrekulli të mjaftueshme që njerëzit të besojnë. Megjithatë, këta popull nuk u nështruan për të adhuruar Zotin sipas ligjit të Tij, por u treguan kryeneç. Allahu i lartësuar thotë, por ata i vinin duart në gojë dhe thoshin, ne e mohojmë atë me të cilën jeni dërguar dhe dyshojmë shumë për atë ku na ftoni. Ky veprim tregonte se ata nuk e besonin mesazhin e profetëve, prandaj kur nuk do të thoshin diçka që të tregonte besimin e tyre në shpaljen e Zotit dhe miratimin e Saj. Kjo i ngjan shumë fjalës se Allahu të lartësuar, kur thot ata, gjithashtu i përngjajnë dikujt mes një shiu të vërëmbyer prej së larti, plot errësirë, me xhemime e vetima. Ata i fusin gishtat në veshët e tyre prej frikës së vdekjes nga rrufeja. Allahu është gjithëpërfshirës i besimtarëve me dijen dhe pushtetin e Tij. Bekare 19. Madje ata shpreheshin qartë, ku u thoshin profetëve të tyre, ne e mohojmë atë me çka jeni dërguar dhe dyshojmë shumë për atë ku na ftoni, domethënë, ne jemi në dyshim dhe të lëkundur, të pamendosur dhe të paqartë për rrugën ku na ftoni.
Por, sigurisht, kjo që e gënjeshër dhe padrejtje e madhe, që ata e shprehnin me gojë, prandaj dhe të dërguarit u drejtoheshin me fjalë. Pejgamberët e tyre u kanë thënë, vallë a mund të dyshohet në Perëndin, krijuesin e qiejve dhe të tokës. Ai u thërret juve për t'ju falur disa mëkate tuaja dhe që t'ju lejuve deri në afatin e caktuar. Ata jo besimtarët thanë, ju jeni vetëm njerëz si ne. Ju dëshironi të na shmangëni nga ajo që kanë adhuruar të parët tanë. Andaj, na seni mrekullit të dukshme. Të dërguarit u thanë, e si mund të keni dyshim për Allahun, krijuesin e qiejve dhe të tokës? Piçuditse si mund të vijet në dyshim një çështje e tillë? Kjo është një lloj si të vijeshin në dyshim gjërat më të dukshme e më të qarta. Allahu është krijuesi i qiejve dhe i tokës dhe të gjitha gjërat të ekzistojnë sepse i bën ai të ekzistojnë. Për këtë arsye, kush dyshon për Allahun, tregon se nuk ka asnjë siguri për asnjë njohuri të vet, madje as për çështjet e dukshme dhe të prekshme nga shisat e tij. Vërej me kujdes mënyrën dhe fjalët me të cilat profetët u drejtoheshin popujve mohues të së vërtetës. Ato janë fjalë që tregojnë se ata nuk kishin asnjë fije dyshimi për atë të vërtetë në të cilën njoftonin njerëzit. Ata i njoftonin njerëzit se Allahu i lartësuar i thërret në gjërat të dobishme që sjellin veç mirësi. Ai ju fton për t'ju falur gjinohet dhe ju jep afat deri në kohën e caktuar. Ai dëshiron t'ju falë gjinohet dhe t'ju shpërblej me mirësi të shumta nëse i përgjigjeni ftesës së tij. Allahu i lartësuar i jep shpërblim shumë të madh qoftë në këtë jetë, qoftë në ahiret. Ai fton robërit e tij që ta adhurojnë atë jo se dëshiron të përfitojë prej tyre, por që vetë ata të kenë dobi dhe të përfitojnë nga ky adhurim. Me gjithë këtë ftesë kaq bujare, përgjigjja e tyre ishte një përgjigje ignorantesh dhe mendiletësh. Ata u kthenin, ju jeni vetë si njerëz, ashtu siç jemi edhe ne. Ju dëshironi të na largoni nga ajo, zotat që adhuronin prindërit tanë. Kuptimi, ju nuk jeni asnjë përparësi dhe përsi mbi ne dhe nuk e pranojmë faktin që ju jeni të dërguar me shpallje nga Zoti. Ju jeni thjesht njerëz, sikur dhe ne, që synoni të na pengoni nga tradita e të parëve tanë. Si ta lëm në rrugën e tërve tanë dhe historinë e tyre të lavdishme për shkak të opinionit dhe mendimit tuaj. Përse t'ju bindemi juve, ndërkohë që edhe ju jeni njerëz, sikurse edhe ne. Atëherë na sillni ndonjë fakt të qartë. Me këtë kishin për qëllim shenjat që ata vetë i propozonin sipas tekave të tyre. Në fakt, sikurse u përmend më sipër, profetët parashtronin shumë argumente të qarta, por për propozimet e atyre, profetët thoshin: pejgamberët e tyre u thanë, na jeni vetëm njerëz si ju, por Perëndia e cilëson me pejgamber këtë doj prej robërve të vet, ne nuk mund t'u sjellim mrekulli pa udhërinë e Perëndisë, e besimtarët le të mbështeten vetëm në Perëndinë. Të dërguarit u thanë, ne jemi veç njerëz, sikurse edhe ju, por Allahu i adhuron mirësinë kujt të dojë nga robërit e vet. Kuptimi, po, është e vërtetë se ne jemi njerëz një lloj si ju, por kjo nuk do të thotë që, për këtë shkak, ju të refuzoni shpalljen dhe të vërtetën që ne e sollim nga Allahu, sepse Allahu i adhuron mirësinë kujt të dojë nga robërit e vet. Nëse Allahu na ka dhuruar mirësinë e madhe të shpalljes dhe të frymëzimit nga ana e tij, atëherë kjo është mbamirësi dhe bujarie e tij, dhe askush nuk mund ta kufizojë Zotin në mirësitë që ai dhuron. Kështu, shikojeni me kujdes shpalljen që soll ndër ju. Nëse shihni si të vërtetë, atëherë pranojeni dhe nënshtroheni të adhuroni Zotin sipas saj. E nëse nuk e pranoni si të tillë, atëherë mos nxjini arsyetime të kota, duke thënë se, meqense ne jemi njerëz sikurse dhe ju, kjo justifikon refuzimin e shpalljes së Zotit. Ndërsa për sa u përket ajeteve dhe mrekullive që ju propozoni dhe na kërkoni, dijeni se ne nuk kemi asgjë në dorë, nuk pa takon neve t'ju sjellim ndonjë argument përveç se me dëshirën e Allahut. Nëse Zoti dëshiron, ai ju sjell ato shenja dhe mrekulli, por nëse nuk dëshiron, nuk ju sjell. Për diçka të jeni të sigurt, Zoti vepron vetë atë që e gjykon si të drejtë urtësia dhe mëshira e tij. Prandaj, vetëm Allahut le të mbështeten besimtarët. Vetëm Allahut dhe askujt tjetër duhet të mbështeten dhe të shpresojnë besimtarët. Vetëm tek ai duhet ta gjejnë mbështetjen dhe forcën për arritjen e të mirave dhe largimin e të keqijave. E si mund të veprojnë ndryshe besimtarët, kur ata e di mirë se Allahu i lartësuar është plotësisht i mjaftueshëm dhe i përshtatshëm. Bamirësia e tij është gjithëpërfshirëse, prandaj ata të jenë të sigurt dhe të qetë se ai do t'ua lehtësojë arritjen e mirësive dhe do t'u japë forcë dhe mbështetje në realizimin e tyre. Në varësit e imanit është edhe mbështetja dhe besimi i plot në ndihmën e Zotit. Nga kjo kuptohet se mbështetja të ukull e plot tek Allahu i lartësuar është detyrë dhe prej domosdoshmërive të besimit. Gjithashtu, ajo është nga adhurimet e mëdha dhe të rëndësishme, të cilat i do dhe i pëlqen Allahu i lartësuar, sepse çdo adhurim tjetër lidhet ngushtë dhe ndërtohet mbi të. Në vijim, profetët e Zotit thoshin: përse të mos mbështetem shpresojmë në Perëndin, kur ai na ka dëftuar rrugën e drejtë në të cilën po ecim? Na, me të vërtetë, do të durojmë atë që na mundoni ju e ata që mbështeten shpresojnë. Le të shpresojmë vetëm në Perëndin. Përse të mos i mbështetemi Allahut kur ai na ka udhëzuar në rrugën tonë?
Çfarë mund të na pengojë ne që ti mbështetemi Allahut, kur ne jemi të udhëzuar në rrugën e drejtë dhe e njohim të vërtetë? Pikçuditsa atë që e njeh të vërtetën dhe është udhëzuar në rrugën e drejtë. Ky udhëzim do ta bëjë që të jetë i sigurt në tewekullin e tij. Detyria e besimtarit rreth faktit se Allahu i lartësuar e ndihmon të udhëzuarin dhe është mëse i mjaftueshëm për të, ja përforcon edhe me shumë mbështetje. Por ndryshe është gjendja atyre që nuk janë të udhëzuar dhe nuk e njohin të vërtetën. Ata nuk kanë besim dhe sigurinë e mbështetjen e Zotit. Gjendja e tyre është krejtësisht e kundërt me gjendjen e besimtarëve që i mbështetin Allahut. Këto fjalët e profetëve ishin nxitje për popujt e tyre, që mbështetjen dhe sigurinë që ata gjenin tek Allahu ta shihnin si një mrekulli që u ishte dhuruar atyre. Për ta shpjeguar më mirë, popujt mohus kishin pushtet dhe forcë mbi profetët dhe besimtarët. Ata ishin të mbushur me urrëtie dhe armiqësi kundër profetëve dhe i kishin plotësisht mjetet dhe mundësitë për të ndëshkuar dhe dëmtuar profetët dhe pasuesit e tyre dhe për ta shuar kështu mesazhin e tyre. Në të tilla kushte, fjalët e profetëve dhe mbështetja e plotë tek Allahu nga njëra anë dhe pamundësia e popujve mohus për t'i arritur qëllimit nga ana tjetër, ishte në vetvete një mrekulli e qartë nga Zoti. Ky ajet i përngjan fjalën se Nuhut asë o populli im. Nëse e keni të rënd qëndrimin tim mes jush dhe këshillat e mia përmes ajeteve të Allahut, atëherë dijeni se unë jam mbështetur vetëm Allahut. Prandaj, së bashku me zotat tuaj, vendosni si do të veproni kundër meje dhe mos e mbani të fshehtë vendimin tuaj. Zbatojeni atë kundër meje, mos më jepni asnjë afat. Yunus 7:1. Edhe profeti Hud asë i tha popullit, unë kam të shpëritar Allahun, por dëshmoni edhe ju që unë distancohem nga idhuj që ju adhuroni veç tij. Mblidhoni të gjithë me komplote kundër meje e mos më jepni asnjë afat. Unë jam mbështetur Allahut, Zotit tim dhe Zotit tuaj. Nuk ka asnjë gjallës, që ai të mos e ketë nën sundim. Vërtet Zoti im është i drejtë. Hud 54, 57. Ne kemi për t'i dëruar mundimet që na bëni. Ne do të vazhdojmë me këmbë ngulje përpjekjet tona për t'ju ftuar në rrugën e Allahut, për t'ju paralajmëruar që të pendoheni dhe të ktheheni tek ai. Lufta juaj kundër nesh nuk do të na ndalë nga kjo rrugë. Ne do të kalisim durimin ton për të përballuar mundimet tuaja, së pari, duke shpresuar në shpërblimin e Zotit dhe, së dyti, duke shpresuar që me përkujtimin ton të shpesh dhe paralajmërimet tona, Zoti do t'ju udhëzojë në rrugë të drejtë. Vetëm Allahut le t'i mbështetin vazhdimisht ata që kërkojnë mbështetje. Vetëm Allahut dhe askujt tjetër, le t'i mbështetin besimtarët dhe ata që kërkojnë ndihmë. Mbështetja tek Allahu është çelësi e çdo mirësie. Mesoje se të dërguarit paqja e Zotit qoftë mbi ta. U stolise me gradë më të lartë dhe lloj më të zgjedhur të tevekulli, që është mbështetja për realizimin e qëllimit më të lartë, domethënë për ngritjen e fesë së Zotit, triumfin e saj, udhëzimin e njerëzve dhe largimin e tyre nga humbja. Kjo është grada më e lartë e mbështetjes tek Zoti. Dhe mohusit u than pejgamberëve të tyre, na do t'ju dëbojmë juve nga toka e jon, ose do të ktheheni ju në fen ton. Andaj, Zoti pejgamberëve të vet u shpalli, na, me të vërtetë, do t'i zhdukim zullumçart. Allahu i lartësuar na tregoi në ajetet e mesipër me punën dhe mundin e vazhdueshëm të profetëve në ftesën e popujve të tyre në rrugën e drejtë. Ata kur nuk u lodhen dhe mërziten në përpjekjet e tyre. Në vijim, Allahu i lartësuar na tregon deri ku arritën marrëdhëniet me popujt e tyre, mohusit u thoshin të dërguarve të tyre, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë, ose ju do të ktheheni në fen ton. Ata i thoshin këto fjalë duke kërcënuar, dhe kjo është nga format më të forta të refuzimit, gjë e cila të jep të kuptosh se për ata nuk ishte ndonjë shpresë të udhëzohesh. Ata kërcënonin profetët se do t'i dëbonin nga vendi i tyre. Vereni me kujdes se ata thoshin, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë. Kështu, ata pretendonin se vendi ju përkiste veç atyre dhe profetët nuk ishin pjesë në të. Sigurisht që kjo që një padrejtësie madhe, sepse Allahu i lartësuar i vendosi robërit e tij në tokë dhe i uroi që të adhuronin atë pa i bërë shok. Është ai që u aleçoi dhe u anështroi atyre tokën dhe gjithçka në të, që ata të gjenin gjithçka që u duhej për të plotësuar adhurimin e përkushtuar Zotit. Në këtë mënyrë, ai që e shfrytëzon tokën dhe mirësitë e Zotit për të plotësuar adhurimin ndaj tij, ai meriton këtë mirësi dhe nuk ka për të marrë në përgjegjësi. Ndërsa ai i cili shfrytëzon mirësitë e Zotit për të bërë kufër dhe lloje të ndryshme të poshtërsie, ai do të merret në përgjegjësi për to, sepse janë të palejueshme. Nga ajeti kuptohet, gjithashtu, se armiqtë e profetëve nuk kanë asnjë të drejtë mbi tokën dhe asnjë të drejtë të dëbojnë profetët e Zotit dhe pasuesit e tyre. Po ta shohim edhe nga një aspekt tjetër, mund të themi se, në fund të fundit, edhe profetët ishin banorë të atyre vendeve. Atëherë, me ç'të drejtë privonin ata nga e drejta për të jetuar në vendin e tyre? Pikçuditse sigurisht, kjo tregon për mosbesimin e thellë të tyre dhe poshtësinë e madhe që i karakterizonte. Kur çështja dhe intrigat e tyre kundër profetëve arritën në këtë mas, nuk mbeti gjë tjetër veçse që Zoti të uronte për shkatërimin e tyre dhe për shpëtimin e të dashurëve të tij.
e juve do t'ju vendosim në tokën e tyre, pas tyre. Kjo dhurat është për ata që i druajnë madhërisime dhe i frikohen premtimit dënimit tim. Atëherë, Zoti shpalli, ne do t'i shkatërrojmë keqbërësit dhe do t'ju vendosim të banonin atë tokë pas tyre. Zoti do t'i ndeshkojë muhojësit e padrejtë me forma të ndryshme dhe të shumta. Ndërsa të dashurit dhe besimtarët e sinqertë, ai do t'i shpërblej mirë. Ky përfundim i mirë që Allahu i lartësuar u dhuroi profetëve dhe pasuesve të tyre të sinqertë është i posaçëm dhe ka lidhje të ngushtë me një cilësi të mrekullueshme. Kjo është për ata që i frikësohen çndrimit para meje dhe i frikësohen dënimit tim. Kjo është për ata që ja kanë frikën Zotit në këtë botë dhe e ndjejnë mbikëqyrjen e tij, duke e ditur mirë sa i shikën. Cilësia tjetër është që i frikësohen kërcënimit të Zotit për ata që nuk i bindën. Kjo bën që ata ta ndalin vetëm nga ato gjëra që Zoti i urën dhe të kryejnë ato gjëra me të cilat ai kënaqet. Pejgamberët kërkuan ndihmë nga Perëndia, andaj është shkatëruar çdo kokëfort e kryelartë. Ata kërkuan ndihmë dhe çdo kryelart e inaçor përfundoi në shkatërim. Ishin vetëm mohuesit ata të cilët kërkuan që Allahu i lartësuar të bënte ndarjen dhe të zbriste gjykimin e tij mes të dashurëve të tij dhe armiqve të tyre. Kështu realizua ajo që ata vetë kërkuan, sepse Allahu i lartësuar është Halim i butë. Ai nuk nxitohet në ndeshkimin e gjinaqarave. Kjo është dita kur çdo kryeneq dhe inaçor shkatërohet. Ata të mirë tregohen kryeneq ndaj Allahut të lartësuar dhe ndaj të vërtetës që ai u shpalli profetëve. Ata tregohen me ndjemdhenjë, armiqësor dhe arrogant ndaj Allahut, ndaj profetëve dhe pasuesve të tyre. Ata mbushin tokën me poshtërsi dhe armiqësi dhe luftojnë kundër profetëve dhe pasuesve të tyre që përhapin të mirë. Ky është ndëshkimi i tyre në këtë jetë, por ajo që i pret në ahiret është shumë më e dhimbshme dhe më dëshpëruese. Para tyre është xhehenimi dhe ai do të furnizohet me ujë të qelbët. Përpara tyre është xhehenimi në të cilën u jepet për të pirë ujë i vali i qelbët. Ata do ta gjerbojnë atë, por nuk do të mund ta gëltisin. Këtyre kryeneq arrogant dhe inaçor, xhehenimi u qëndron në prit. Do të vijë një ditë që ata do ta shohin dëshkimin, i cili është i papërshkrueshëm dhe i ashpër. Atë ditë do t'u jepet për të pirë qelb, me atë ngjyrë, shije dhe erë. Ky lëng do të jetë jashtëzakonisht i nxehtë. Nga etja e madhe, ata do të përpiqen ta gëltisin, por me zor e bëjnë diçka të tillë, sepse sa herë që afrohen për të pirë, u digjen dhe përvelohen fytyrat nga nxehtësia e madhe. Kur ky lëng kalon në barkun e tyre, u akëput dhe copëton zorët. Allahu i lartësuar thot, ata do ta gjerbojë atë, por nuk do të mund ta gëltisin. Të cilën e hërpatin e nuk mund ta përbinë. Vdekja u vi atyre nga të gjitha anët, por ata nuk vdesin dhe pas tij ka dënim të rënd. Vdekja u vjen nga të gjitha anët, por nuk vdesin. Atyre u vjen dëshkimi i ashpër me të gjitha llojet e tij. Ky ndëshkim është aq i ashpër, sa që arrin deri në prag të vdekjes, por Allahu i lartësuar ka vendosur që ata të mos vdesin më. Allahu i lartësuar thot në një ajet tjetër, ata as nuk gjykohen që të vdesin, as nuk u lehtësohet ndëshkimi. Fatir 36. Sa herë që përfundon një ndeshkim, ata i pret një ndeshkim tjetër i rënd, sikurse thot Allahu i lartësuar, ata i pret një dënim shumë i rënd. Kështu do të ndeshkohet çdo kryeneq dhe armik i vërtetës dhe i pasuesve të saj. Ndeshkimi i tyre është i fortë dhe i ashpër, aq sa askush nuk mund ta përshkruajë ashpërsinë e tij, përveç Allahut të lartësuar. Vepra e atyre që nuk besojnë Zotin e tyre i shëmbëllën hirit që në ditën e stuhishme bartet nga era. Nuk do të kenë asnjë dobi nga veprat që kanë punuar. Kjo është humbje e madhe. Jase është shembulli atyre që mohojnë Zotin e tyre. Veprat e tyre janë si pluhuri, të cilën era e shpërndan në një ditë të stuhishme. Allahu i lartësuar përshkruan se si janë veprat e mohuesve. Por për çfarë veprash bëhet fjalë? Jam dhënë dy shpjegime për këtë. Sipas shpjegimit të parë, është fjala për ndonjë vepër që ata e kryejnë në formë adhurimi për Zotin. Këto vepra, Allahu i lartësuar i krahason me pluhurin e imët, që mjafton vetëm një puhizje e lehtë për ta shpërndar, pa lënë me asnjë gjurmë. Mendo se çfarë ndodh me të në një ditë të stuhishme. Sigurisht që nuk mbetet asgjë prej tij. Kështu, këta mohues nuk kanë për të përfituar as pak prej veprave të tyre të mira, sikurse thot Allahu i lartësuar, ata nuk do të përfitojnë asgjë nga veprat që kanë bërë. Ata nuk mund të përfitojnë asgjë nga veprat e tyre, sepse ato janë të ndërtuara mbi mohimin e Zotit, të profetëve dhe të shpalljeve të tij. Atyre u mungon kushti bazë dhe i domosdoshëm për pranimin e tyre, imani i pastër dhe i drejtë. Kjo është një humbje e madhe. Të gjitha veprat e tyre u fshin dhe u shkatruan. Sipas shpjegimit të dytë të ajetit kuranor, këtu flitet për veprat që mohuesit bëjnë kundër të vërtetës dhe pasuesve të saj. Ata thuajnë kuthe dhe intriga kundër të vërtetës për ta penguar atë, por këto kuthe dëmtojnë veç thurësit e tyre. Ato kur nuk mund të dëmtojnë Zotin, profetin e tij, pasuesit e të vërtetës dhe as të vërtetën që ata përhapen dhe në të cilën ftojnë njerëzit.
Vallë, a nuk sheti se si Perëndia ka krijuar përsosmërisht qiejt dhe tokën? Nëse ai don, do t'ju zhduk juve dhe do të sjellë popull të ri. Allahu i madhruar u thot robërve të tij: A nuk e shikon ti se Allahu i krijoi qiejt dhe tokën me urtësi? Allahu i krijoi ato me qëllim që njerëzit ta adhurojnë dhe ta njohin si një të vetëm me emrat, cilësitë e veprat e tij. I krijoi që ti udhëroj dhe ndaloj, tu vendos ligjin, sipas të cilit e jetojnë dhe ta adhurojnë. I krijoi që robërit të argumentojnë për cilësitë dhe emrat e bukur dhe të plotë të tij përmes këtyre krijesave madhështore dhe gjithçka që ka mes tyre. I krijoi që ta dinë se ai që i krijoi qiejt dhe tokën e gjithçka mes tyre, në atë madhështi e bukuri, është i plot poshtetshëm që t'i ringjallë krijesat e tij rikthej në një krijim të ri, për t'i shpërblyer për veprat e mira dhe ato të këqija. Le ta kuptojnë se pushteti i Allahut është më i gjerë dhe i plot se kaq. Ai thotë, nëse dëshiron, ai ju zhduk ju dhe sjell një krijim të ri. Një kuptim i këtij ajeti është: Allahu ju zhduk ju dhe sjell njerëz të tjerë, që të jenë më të bindur se sa ju. Kuptimi tjetër është: ai ju zhduk në këtë jetë dhe pastaj ju sjell përsëri në jetë me një krijim të ri ditën e gjykimit, për t'ju marrë në llogari dhe për t'ju shpërblyer ose ndeshkuar me bamirësinë ose drejtsinë e tij. Ky kuptim i dytë është më i mundshëm, sepse mbështetet edhe nga konteksti i vazhdim, që flet për ditën e gjykimit dhe skenat e saj. Kjo nuk është punë e rëndë për fuqiplotin Perëndi. Kjo nuk është as pak e vështirë për Allahun. Kjo është shumë e thjeshtë për Allahun. Ky fakt përforcohet në ajetin tjetër kuranor që thotë: Krijimi dhe ringjallja juaj e ju të gjithëve është një lloj si krijimi dhe ringjallja e një njeriu të vetëm. Allahu dëgjon dhe sheh gjithçka. Luqman 28. Ose dhe është ai që e fillon krijimin dhe pastaj e përsërit atë, dhe ajo përsëritja është edhe më e lehtë për të. Rum 27. Dhe të gjithë do të dalin para Perëndisë. Atëherë, ata që kanë qenë të shfrytzuar, do të thonë atyre që janë kryelartësuar: Na kemi qeniestarët tuaj. A do të mund të largoni ju prej njesh diçka nga dënimi i Perëndisë? Ata thonë: Sikur të na kishte udhëzuar Perëndia në rrugën e drejtë, edhe na do t'ju kishim udhëzuar juve. Rënkojmë ne apo durojmë, njësoj na është neve, nuk do të ketë shpëtim për ne. Ata të gjithë do të dalin sheshas para Allahut. Një ditë, kur t'i fryhet surit, do të dalin të gjithë para Zotit, pa përjashtim, që thot në një varg tjetër, të pyesin ty për malet. Thuaj: Zoti im do t'i shkruaj ato dhe do t'i shpërndaj si pluhur, dhe vendin e tyre ta bëj rrafshe pa kur far bim mesje. As udhësira e as lartësia nuk do të shohesh në vendin e tyre. Taha 107. Asnjë fshet e tyre nuk mund t'i fshihet Zotit të gjithësisë. Kur të dalin e të tubohen të gjithë para tij, njerëzit do të fillojnë të polemizojnë kundër njëri tjetrit. Secili do të mbrojë veten e vet me gjithçka që mundet, por kjo nuk ka për t'u bërë asnjë dobi. Atëherë, të nështruarit do t'i thonë parisë e tyre: Ne ishim pasuesit tuaj. Pasuesit u drejtohen udhëheqësve të tyre, që Zoti i quan kryeneqe arrogant, sepse ju udhëhoqën njerëzit në humbje e devijim. Ndjekësit u thonë udhëheqësve: Ne ishim pasuesit tuaj. Ne ju pasuam në jetën e dinjas. Ju na urdhëronit dhe na ndalonit, ju na zbukuruat e kotën dhe na devijuat nga e drejta. Prandaj sot, a mund të na lehtësoni pa dënimin e Allahut? Pra, ma e lehtësoni dënimin, sado pak qoftë. Por prijesit do të thonë, ata do të përgjigjen: Sikur ta kishim marrë udhëzimin e Allahut, ne do t'ju kishim udhëzuar edhe ju. Siç shihet, askush nuk mund të bëjë diçka për tjetrin. Atë ditë bëjnë dobi vetëm besimi dhe veprat e mira. Por tashmë është një lloj, shprehim dëshpërim apo durojmë, për ne nuk ka më rrugë për shpëtim. Asgjë nuk i ndihmon, bëjnë durim apo jo, një lloj është për ta. Nuk ka vend ku të fshihen e të mbrohen nga ndëshkimi i Zotit. Dhe, do të thotë djalli, kur të merr fund puna, me të vërtetë, Perëndia u ka premtuar juve premtimin e vërtetë. Edhe unë ju kam premtuar, por ju kam mashtruar. Por, unë nuk kam pasur kurfar pushteti mbi ju, përpos që ju kam thirrur e ju më jeni përgjigjur. Prandaj, mos më çortoni, por çortoni vetëm. Unë nuk jam shpëtimtari juaj, e as ju nuk jeni shpëtimtari im. Unë tani moj atë që ju më parë me pa të bërë shok me Perëndin. Me të vërtetë, për zullumçarët ka dënim të dëmshëm. Kur gjithçka të jetë vendosur, shejtani do të thotë që Allahu që ju kishte bërë premtimin e vërtetë. Edhe unë ju premtova, por unë nuk e mbajta premtimin. Shejtani i mallkuar është shkaki çdo ligese që ka rënë dhe vazhdon të bjerë në botë. Në ditën e gjykimit, kur çështja të ketë marrë fund dhe banorët e xhenetit të jenë futur në xhenet dhe banorët e zjarrit të jenë futur në zjarr, shejtani i mallkuar do të drejtohet banorëve të zjarrit duke shprehur njëkohësisht dhe distancimin e tij prej tyre, do të thotë që Allahu që ju kishte bërë premtimin e vërtetë. Këtë ai e bëri përmes profetëve të tij dhe shpaljeve që solli me ta. Por ju nuk ju bindet atij dhe nuk u nështrua të jetonit sipas ligjit të tij. Nëse do të ishit bindur, ju do të kishit arritur mirësitë më të mëdha. Pastaj u thotë, edhe unë ju premtova, por unë nuk e mbajta premtimin. Pra edhe unë ju premtova të mira, por e theva premtimin tim. Ju nuk e patët arritur atë që e shpresuat dhe kur nuk keni për të parë të realizuan ëndrat tuaja të kota.
Unë nuk pata fuqe imponuese ndaj jush, përveç se t'ju bëja thirrje, por ju më dëgjoni. Pra unë nuk kisha asnjë lloj argumenti që të mbështeste fjalën dhe premtimet e mia përveç faktit që unë ju ftova dhe ju më përgjigjet. Unë ju ftova për të pasuar qëllimet e mia dhe ju zbukurova ato në zemrat tuaja dhe ju përgjigjet ftesës cime duke pasuar epshet dhe dëshirat tuaja të shfrenuara. Për këtë arsye, mos më qortoni mua, por qortoni veten. Unë nuk mund të jem shpëtimtari juaj as ju nuk mund të jeni shpëtimtarët e mi. Ju jeni shkaktar për devijimin e vetes tuaj, prandaj e keni bërë të meritueshëm dëshkimin. Ne të gjithë po vuajmë një ndëshkim që e kemi merituar vetë. As unë nuk ju ndihmoj dot për t'ju lehtësuar dhimbjet dhe as ju nuk mund të më ndihmoni mua. Çdo kush do të marrë pjesën e vetë të ndëshkimit të merituar. Unë distancohem nga shirku juaj në të shkuarën. Kuptimi, unë distancohem nga ju dhe nga fakti që me keni konsideruar si ortak me Allah. Allah nuk ka ortak dhe ju jeni treguar të padrejtë kur me jeni bindur. Nuk ka dyshim, jo besimtarët kanë një dënim të dhëmshëm. Të gjithë ata që i bën padrejtësi vetes duke ju bindur shejtanit, do të kenë dënim të dhëmshëm dhe të përjetshëm. Allahu i lartësuar i ka sjellë këto ajete si mëshirë dhe butësi për robërit e tij. Ai paralajmëron ata që të mos i binden shejtanit. Allahu i lartësuar i mëson robërit e tij se nga cilat portallu hyn shejtani i mallkuar dhe cilat janë qëllimet e zezat e tij. Ai na mëson se shejtani i mallkuar synon që t'i tërheqet të gjithë në zjarr. Allahu i lartësuar na tregon se kur shejtani i mallkuar dhe pasuesit e tij të hyjnë në zjarr, ai do të distancohet prej pasuesve dhe do t'u mohojë përkrahjen dhe mbështetjen që ata i kanë ofruar, duke ju bindur në jetën e dunjas. Të gjitha këto janë lajme të sjella nga i gjithdituri. Allahu i madhruar na tregon gjithashtu se shejtani i mallkuar nuk ka fuqi imponuese mbi njerëzit. Në një ajet tjetër thuhet, vërtet, ai shejtani nuk ka kurfar fuqi kundër atyre që besuan dhe që vetëm Zotit e tyre janë mbështetur. Ai mund të kontrollojë vetëm ata që e përkrahin atë dhe ata që, për shkak të tij, bëhen idhujtar. Në anë 100, në rastin e parë flitet për pushtetin e argumentimit dhe të fakteve. Kështu, shejtani i mallkuar nuk ka asnjë fakt për të vërtetuar rrugën e vet për pasuesit. E shumta që mund të arrijë është hedhja e dëshimeve dhe zbukurimi i të keqes, duke i bërë pasuesit që të marrin guximin ose të mashtrohen për të mos i bindur Zotit. Kurse në rastin e dytë kemi të bëjmë me forcën për të mashtruar dhe për të nxitur pasuesit të bëjmë poshtërsi. Shejtani shtyn njerëzit në gjinahe, duke mos i lënë të qetë asnjë çast. Në fakt, janë vetë ata që e lejojnë shejtanin t'i kontrollojë, duke u miqësuar dhe duke u bërë palë me të. Mbi këta njerëz ka pushtet ai i mallkuar, duke i bërë të mos i binden Allahut të lartësuar. Ndërsa për ata që besojnë Zotin e tyre dhe vetëm atij i mbështeten, kundër këtyre shejtani i mallkuar nuk ka asnjë lloj fuqie e kontrolli. Pasi përmendin dëshkimin e të padrejtëve, Allahu i madhruar përshkruan shpërblimin e të bindurve. Ata që besojnë dhe punojnë veprat e mira, do të hyjnë në kopshtije, nëpër të cilat rrjedhin lumenjt, ku ata, me lejen e Zotit të tyre, do të banojnë për erë. Në to, do të përshëndeten me fjalën selam. Ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë veprat e mira vendosen në kopshte, nëpër të cilat rrjedhin lumenj, ku do të jenë përgjithmonë me lejen e Zotit të tyre. Këta janë njerëzit që zbatojnë dhe plotësojnë fen përmes fjalëve, veprave dhe besimit në zemrat e tyre. Për këta i madhruar i premton se do t'i fusë në kopshte, nëpër të cilat rrjedhin lumenj, ku do të jenë përgjithmonë me lejen e Zotit të tyre. Në to janë fshehur kënaqësi dhe bukuri të shumta, të cilat syri nuk i ka parë, veshi nuk i ka dëgjuar dhe mendja e askujt nuk i ka përfituar. Ata do të jenë të përjetshëm në të. Këto mirësi ata i përfitojnë me lejen e Zotit dhe jo me forcën dhe mundin e tyre, domethënë, kjo është dhuratë dhe mirësi nga Allahu i lartësuar. Përshëndetja e tyre atje është selam. Të gjithë banorët e xhenetit do të përshëndesin njëri tjetrin në selam dhe fjalë të mira. Paqja do t'i përfshinë çdo drejtim. Vallë, a nuk sheh se si Perëndia jep shembullin, fjala e bukur si druri i bukur, rënja është e fortë në tokë, kurse degët ka qielli. A mund ta kuptosh, vallë, shembullin që Allahu jep për fjalën e mirë? Fjala e mirë këtu nuk kupton shahadetin, la ilaha illa, la Allahu Muhammedun Rasulullah, Allah dhe domethënien e tij. Allahu i lartësuar e krahason këtë fjalë dhe çdo gjë të mrekullueshme që lind prej saj me një pemë të mirë siç është palma, për shembull. Rrënjët e saj janë thellë në tokë, ndërsa degët e saj janë të përhapura dhe ngrihen lart në qiell. Mirësitë e kësaj peme janë të shumta dhe të vazhdueshme, sikurse thot Allahu i lartësuar, që me lejen e Zotit të saj jep frut në çdo kohë, dhe Perëndia u tregon shembullin njerëzve për t'u këshilluar ata. Një fjalë e mirë është si një pemë e mirë, rrënjët e së cilës janë të thella dhe degët e saj ngjiten deri në qiell. Me vullnetin e Zotit, ajo jep frutat e saj në çdo kohë. Ajo jep frytet e saj në çdo kohë, me lejen e Zotit.
Kështu është pema e imanit, rënjet e saj janë thellë në zemër dhe këto rënje janë dituria dhe besimi pa tundur. Ndërsa degët e kësaj peme janë fjalët e mira, të mbara dhe të dobishme, morali dhe virtytet, edukata dhe sjellja e mirë e tij. Këto degë ngjiten lart në qiell. Po kështu, veprat dhe fjalët e mira që dalin nga pema e imanit, që ka rënje të thella në zemër, ngrihen lart tek Allahu i lartësuar. Kjo i sjell dobi besimtarit, por edhe të tjerëve që e rrethojnë atë. Allahu jep njerëzve shembuj me qëllim që ata të mendojnë. Përmes këtyre shembujve, adhuruesit e sinqert kujtojnë vlerësat dhe ndalesat e Zotit. Kështu, ata motivohen më shumë për t'u nështruar dhe bindur Zotit. Nëpërmjet shembujve të prekshëm, mesazhi i Zotit bëhet më i qartë dhe më i kuptueshëm. Kjo, sigurisht, tregon për mëshirën e madhe të Allahut të lartësuar në qartësimin e së vërtetës. Vetëm Allahut i qoftë lavdërimi më i madh. Ky ishte përshkrimi i deklaratës së tauhidit dhe rënieve të saj të thella në zemrën e besimtarit të sinqert. Në vijim, Allahu i lartësuar përshkruan të kundërtën e saj, që janë fjalët e mohimit dhe frytet e saj të hidhura. Fjala e shëmtuar është si druri i shëmtuar, i shëmbur për dhe i paqëndrueshëm për ekzistencë. Ndërsa shembulli i fjalës së keqe është si një pemë e keqe, me rrënje të shkullura dhe të paqëndrueshme në tokë. Përmbajtja dhe shija e saj janë të liga. Ajo është si një pemë e shkullur, e cila nuk mund të qëndrojë në tokë, sepse nuk ka rrënje nga të cilat të marr ushqimin. Kështu, prej saj nuk pritet ndonjë fryt i mirë. Edhe sikur të ketë ndonjë fryt, ai është i keq, i dëmshëm dhe i pështirë. E tillë është fjala e mohimit, poshtërsi dhe mosbindje ndaj Zotit. Ajo nuk ka rrënje të dobishme për zemrën dhe prej saj lindin vetëm fjalë dhe vepra të keqia të shëmtuara. Nga zemra e prishur dhe fjalët e punës të keqia, njeriu vetëm dëmtohet dhe nuk përfiton asgjë të mirë. Tek Allahu i lartësuar nuk ngrihet asnjë vepër e mirë e këtij njeriu, nga të cilat mund të përfitojë ai vet apo të tjerët rreth tij. Perëndia besimtarët i forcon me fjalë të qëndrueshme në këtë botë dhe në botën tjetër, kurse zullumçarët i shpjen në humbje, Perëndia punon çdo doj. Allahu i forcon besimtarët me fjalën e fortë në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Allahu i madhëruar thotë se do t'i forcojë robërit e tij besimtar. Bëhet fjalë për ata besimtarë që e kanë zemrën plot iman, që nxit dhe prodhon punë të mira dhe sjell bindjen e nështrimin ndaj Allahut. Allahu i lartësuar do t'i forcojë këta besimtarë në këtë jetë dhe në ahiret. Në këtë jetë do t'i forcojë e do t'i bëjë të qëndrueshëm me besimin e tyre të pastër, kundrejt çdo dyshimi e pasigurie. Këtë ai e bën përmes udhëzimit të plotë që udhëron atyre. Allahu i madhruar i fuqizon me dije të dobishme dhe forcë për t'u nështruar, u jep sigurinë e fedhë dhe u zbukuron imanin e punët e tij. Sa herë që përballen me dyshime, Zoti u jep siguri përmes dritës së shpaljes dhe detyrisë së tij. Sa herë që përballen me epshe, shrenim dhe me zbukurim të kënaqësive, ai u dhuron forcë dhe dëshirë të fortë për adhurime, që ata t'i japin përparësi asaj që e do Zoti, e jo dëshirave të tyre e kënaqësive të kësaj bote. Ndërsa në jetën tjetër, forcimi dhe ndihma e Zotit fillon që në momentet e vdekjes dhe agonisë së saj. Ai i forcon ata në Islam dhe u dhuron një mbyllje të mirë. Në varr i forcon gjatë pyetjeve të dy melekëve që njeriu të jap përgjigjet e duhura. Ai do të pyetet: kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Kush është profeti yt? Në atë çast të frikshëm të vetmuar, Allahu i lartësuar i ndihmon ata që të përgjigjen saktë dhe të thonë: Allahu është Zoti im. Islami është feja ime. Muhamedi është profeti im. Kështu përkujdeset Allahu i madhruar për besimtarët në të gjitha gjendjet e fazat që do të përjetojnë. Ndërsa për të padrejtet, ai thot, ndërsa të padrejtet Allahu i lën në humbje. Allahu bën gjithçka që dëshiron. Ata janë të devijuar dhe nuk e gjejnë rrugën e drejtë. Ata nuk kanë për t'u ndihmuar as në dynjë as në ahiret. Një gjë është e sigurt, Allahu i lartësuar nuk u bën asnjë padrejtësi, por ata i bëjnë padrejtësi vetvetes. Ky ajet është argument për sprovën me pyetjet e varrit dhe për vërtetësinë e dënimit dhe të shpërblimit pas vdekjes në varr. Kjo është treguar edhe në hadithe të shumta dhe të sakta nga profeti. Në vijim, Allahu i madhruar tregon gjendjen dhe përfundimin e kurreshëve që refuzuan profetin. Vallë, a nuk i sheh ata që dhuntin e Perëndisë e kanë ndëruar me mojëm dhe e kanë sjell popullin e tyre në shtëpinë e shkatërimit? A nuk i ke kthyer syt nga ata që mirësinë e Allahut e këmbejnë me mosbesimin, ndërsa popullin e vetë çojnë në vendin e shkatërimit? Mirësia e Allahut që ata e mohon dhe nuk falendëruan, ishte dërgimi i profetit Muhammed nga mesi i tyre, siç thot Zoti në një ajet tjetër, është ai që u dërgoi të paditurve profet nga mesi i tyre, që tu lexonte ajetet e tij, ti pastronte ata, tu mësonte librin dhe urtësinë, kur më parë ata ishin në humbje të plotë, por edhe të tjerëve që ende nuk u janë bashkuar atyre. Ai është ngallëntari i urti. Xhumo 2:3. Ky profet i mrekullueshëm i ftoi njerëzit që të përqafonin këtë fe madhështore, me qëllim që të arrinin lumturinë e të dy ajetit.
Me këtë besim e fe, ata do të jenë të ruajtur dhe të shpëtuar nga çdo ligësi. Kjo është mirësia më e madhe që i është dhënë njerëzimit, por në vend që ta respektojnë këtë mirësi dhe të shprehin Zotit mirënjohjen, e refuzojnë vetë, madje i pengojnë edhe të tjerët nga kjo mirësi. I Madhruari thotë, popullin e vetë e çojnë në vendin e shkatërimit. Ata u bën shkak që popullin e tyre ta fusnin në zjarr. Ata u bën fatkeqësi për popullin e tyre, edhe pse mendonin se ishin në rrugë të mbarë dhe po i ndihmonin. Ndër veprimet më të dënueshme ndaj popullit të tyre ishte nxitja për të dalë në luftë kundër profetit në Benjaminin. Ata dolën në luftë kundër Zotit dhe profetit e tij, dhe i gjeti ajo që i gjeti. Shumë nga udhëheqësit e tyre u vranë në këtë luftë. Në Xhenem, në të cilin do të digjen, e sa vendbanimi i tmeshëm është ai. Xhenemi është vendi ku do të hidhem. Ja, sa vendi i tmeshëm është ai. Nxehtësia e zjarrit të Xhenemit i përfshin ata nga çdo anë. Ai është përfundimi më i keq dhe i dëmshëm, dhe i kanë trilluar shok Perëndis për t'i larguar njerëzit tjerë nga rruga e tij. Thuaj, kënaquni, se kthimi juaj është në zjarr. Ata kanë ngritur idhuj, si të barabartë me Allahun, për t'i larguar njerëzit nga rruga e tij. Ata trillonin idhuj si të barabartë me Allahun dhe i ftonin njerëzit që t'i adhurojnë e të nënshtroheshin atyre një lloj si Allahut. Atëherë, këtyre keqëpërës e thuaj, kënaquni, por jeni drejtuar për në zjarr. Kënaquni dhe përfitoni nga mohimi dhe trillimet tuaja për një kohë të shkurtër. Por dijeni se kjo nuk ka për t'ju ndihmuar në përfundimin tuaj. Në zjarr do të jetë vendqëndrimi juaj i përhershëm. Ai është vendi më i keq dhe më i dhimbshëm. Thuaj ju robërve të mi, të cilët besojnë, le të falin namazin dhe le të japin fshehurazi dhe haptazin nga ajo që ua kemi dhënë ne, para se të arrijë dita, në të cilën s'ka shitje as miqësi. Thuaj ju robërve të mi, që kanë besuar, që ta falin rregullisht namazin dhe, nga ajo që u kemi dhënë, le të japin fshehtazi dhe haptazi, për cilë ju besim parove të sinqert këtë udhër të mrekullueshëm dhe plot mirësi, që sjell begati dhe rregullon plotësisht gjendjen e tyre. Le ta shfrytëzojnë këtë mundësi përpara se të jetë shumë vonë. Le ta falin namazin me rregullsi, qoftë në aspektin e jashtëm të tij, qoftë në aspektin e brendshëm. Gjithashtu, le të shpenzojnë nga mirësitë e begatit që Zoti u ka dhuruar, pak apo shumë qofshin ato, fshehtas dhe haptas. Këtu bëhet fjalë për shpenzimet e detyrueshme, si zakati, ose shpenzimet ndaj atyre njerëzve që e ke detyrë të përkujdesesh. Por bëhet fjalë edhe për sadakat e donacionet të pëlqyeshme në të gjitha fushat e bamirësisë. Allahu i lartësuar na nxit që t'i bëjmë këto shpenzime para se të jetë për vonë, para se të vijë ajo ditë ku nuk do të ketë me as kompensim me as miqësi. Atë ditë, asnjë miqësi e lidhe nuk mund të sjellë dobi, atë që e ke shpërfillur nuk mund ta kthesh pas as me kompensim me as me ndonjë dhuratë nga miqtë e dashurit. Atë ditë, çdo njeri do t'i mjaftoj çështja e vet. Prandaj, le të përgatitet çdo kush për veten e vet dhe le të shohë çfarë ka bërë për nesër. Le të shohë me kujdes punët dhe të marrë në llogari veten e vet, para se të vijë koha e llogarisë së madhe para Zotit. Perëndia është ai që ka krijuar qiellin dhe tokën, ai zbret ujin nga qielli me të jep frute për të ushqyer ju dhe u jap juve që të shfrytëzoni anije për të lundruar me tonë përdete, me autorizimin e tij, dhe u jap që të shfrytëzoni lumejt. Allahu është ai që i ka krijuar qiellin dhe tokën dhe që lëshon ujë prej së larti dhe me të bërë fruta si ushqim për ju. Është ai që ju ka vënë në shërbim anijet që lundrojnë në det me urdhrin e tij. Edhe lumejt është ai që i ka vënë në shërbimin tuaj. Allahu i lartësuar na tregon se ai është i vetmi krijues dhe furnizues i krijesave. Ai krijoi qiellin dhe tokën me gjithë madhështinë dhe gjerësinë e tyre. Ai nga qielli zbret ujin, pra shiun, që është bukur e me butë si bie prej reve. Përmes këtij uji, ai nxjerr në tokë bimësi dhe frutat e llojeve të ndryshme, si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. Ai lehtësoi dhe bëri të mundshme për ju anije dhe mjetet e tjera të udhëtimit. Allahu ka bërë që anijet të lundrojnë në det me urdhrin e tij dhe është ai që ju ka mundësuar prodhimin e tyre, duke ju dhënë forcë për një gjë të tillë. Allahu i ruan anijet përmes rrymave të ujit dhe, nëpërmjet tyre, ju udhëtoni dhe bartni pasuritë tuaja. Ai nështroi për ju edhe lumenjtë, që të u isni të mbjellat dhe të pini vetë prej tyre. Dhe ju jep që të shfrytëzoni diellin dhe hënën, që lëvizin vazhdimisht, dhe ju jep që të shfrytëzoni natën dhe ditën. Ai e krijoi për ju diellin dhe hënën, që vazhdimisht lëvizin, dhe bëri për ju natën dhe ditën. Dielli dhe hëna kur nuk lodhen me lëvizjen e tyre dhe nuk mbetën pas, por janë të nështruar e në dobin tuaj. Përmes fazave të tyre, ju llogarisni kohën. Ata janë në shërbimin tuaj, të kafshëve tuaja, bimësisë dhe frutave për ju. Allahu i madhruar përshtati për ju natën dhe ditën. Natën e bëri që të qetësoni dhe të mbini forca, ndërsa ditën e bëri të së ëndritshme dhe plot gjallëri, që ju të kërkoni nga mirësitë e tij. Dhe ju jep nga të gjitha ato që keni kërkuar nga ai sipas nevojave tuaja, e nëse doni t'i numëroni dhuntit e Perëndis, atëherë nuk do të mund t'i numëroni.
Njeriu, me të vërtetë, është zullumçar dhe ju mirënjohës. Ai ju jep nga gjithçka që kërkoni. Allahu ju dha gjithçka që dëshironi dhe ju nevojitet. Për këtu nevoja, ju jeni lutur Allahut me gjuhën e fjalëve dhe me gjuhën e gjendjes tuaj, dhe ai, me bujarinë e vet, ju ka plotësuar luqet për nevojat e kësaj jete. Edhe në qoftë se përpiqeni të numëroni të mijat e Allahut, nuk do të mund të arrini të numëroni ato. Ju as që nuk mund të numëroni dhe përkufizoni të mijat e Allahut, e jo me të jepni hakun mirënjohjes ndaj tij. Vërtet, njeriu është i padrejtë e shumë mosmirënjohës. E tillë është natyra dhe prirjet e njeriut. Ai është i prirur drejt padrejtësisë dhe nxiton në poshtërsi dhe mosbindje ndaj Zotit. Ai është shpërfillës dhe plot mangësi kur bëhet fjalë për të plotësuar detyrimet ndaj Zotit e tij, mohos dhe mosmirënjohës ndaj mirësive të Allahut. Ai nuk ka rënë të shohë mirësitë e shumta të Zotit dhe as e ndjen për detyrë mirënjohjen për to. I tillë është njeriu, përveç atyre që Allahu i madhruar i ka udhëzuar dhe i ka ndriçuar me udhëzimin e tij. Ata tregojnë mirënjohës për mirësitë e Allahut, e njohin mirë hakun e tij dhe përkushtohen me gjithë shpirt për ta plotësuarat. Në këto ajete përmenden shumë mirësitë e Allahut të lartësuar, prandaj ai fton robërit e tij që të përkushtohen sinqerisht për të qenë falëndërues dhe mirënjohës. Allahu i madhruar i nxit adhuruesit që të kujtojnë vazhdimisht mirësitë e tij dhe i mëson që t'i lutën atij natën dhe ditën për të përfituar nga begatia dhe bujaria e tij. Ashtu sikurse mirësitë e Zotit përsëriten dhe vijnë pa ndërprerje në të gjitha kohët, ashtu le të përsëriten dhe të shtohen edhe lutjet e robërve dhe mirënjohja e tyre ndaj mirësive të tij. Kujtoje kur Ibrahimi tha: "O Zoti im, bëne të sigurt këtë qytet dhe me largo mua dhe bijtë mi nga të adhuruarit e statuave." Kujtoni kur Ibrahimi tha: "O Zoti im, bëje këtë qytet të qetë të sigurt dhe më ruaj mua e bijtë mi nga adhurimi i idhujve." Kujto çastet e bukura kur Ibrahimi u lut me ato fjalë të mrekullueshme. Ai tha: "O Zoti im, bëje këtë qytet të qetë të sigurt dhe më ruaj mua e bijtë mi nga adhurimi i idhujve." Kështu, ai u lut për Qabën dhe banorët e saj, dhe Allahu i lartësuari u përgjigj lutjes së tij. I lartësuari e ruajti atë vend, qoftë përmes ligjit të krijimit të tij, qoftë përmes ligjit të sheriatit që vendosin ndër njerëz. Në ligjin e sheriatit, Qabja dhe qyteti i saj Meka janë të shenjtë. Por edhe në ligjin e krijimit dhe përcaktimit ka derë të Zotit, ai ka bërë që kjo shtëpi dhe ky qytet të jetë një vend i sigurt dhe i ruajtur. Ai ka përcaktuar shumë shkaqe që e ruajnë këtë vend të shenjtë. Çdo tiran dhe i padrejtë që kërkon të bëjë padrejtësinë e të, Allahu i madhruar e shkatëron, sikurse veproi me ushtrinë e elefantit e të tjerë. Pasi u lut për sigurinë dhe paqen e kësaj shtëpie dhe qyteti, Ibrahimi u lut edhe për sigurinë dhe paqen e vet dhe pasardhësve të vet. Gjithashtu, tha: "Me largo mua e bijtë mi nga adhurimi i idhujve." Pra, me ruaj mua dhe pasardhësit e mi nga adhurimi i idhujve dhe për kushtimin ndaj tyre. Pastaj Ibrahimi përmendi arsyeën e frikës për veten dhe për bijtë e tij. "O Zoti im, ata kanë shmangur shumë njerëz nga rruga e drejtë. Ai që më pason mua është i fesë sime, dhe ai që më kundërshton mua, ti, pra, me të vërtetë, je falës dhe mëshirues. O Zoti im, ata vërtet kanë devijuar shumë njerëz. Janë shumë popull që u devijuan dhe ranë prej adhurimit dhe nështrimit ndaj idhujve. O Zot, largoje zemrën time e të pasardhësve të mi nga ky lloj adhurimi poshtrues. Atëherë kush më pason mua, ai është i imi, çdo kush e pason rrugën time në njësimin e Zotit, në adhurimin dhe sinqeritetin ndaj tij në fjalë dhe në vepra, ai është prej meje dhe pasuesi i rrugës time. Çdo kush e do një popull dhe e ndjek atë, ka për të qenë së bashku me të e kush nuk më bindet mua, por ti je me të vërtet falës i madh dhe mëshirëplot." Kjo thënie tregonte dëmshurinë e Ibrahimit. E si mund të ishte ndryshe ai, i cili ishte Halil Rahmanit, dashuri i Rahmanit. Ai u lut për falje e mëshirë për gjunaqarët. Megjithatë, Allahu i lartësuar dhe bujar është më i mëshirshëm për robërit e tij dhe nuk dënon asnjë, përveç kryeneqeve dhe arrogantëve që rebelohen dhe kalojnë kufijtë e tij. Ibrahimi u nis nga Shami drejt Mekës për të vendosur atje Haxherin, nënën e Ismailit, dhe birin e saj Ismail, i cili ishte ende fëmijë i gjiri. Në atë kohë, Meka ishte një vend i pabanuar dhe i shkretë. Kur vendosi gruan dhe djalin atje, ai u lut me përgjerim, për unisit të thellë dhe mbështetje të plotë të Zotit. "O Zoti ynë, unë, me të vërtetë, i kam vendosur disa pasardhës të mi në një lubin e nuk mbillet, te shtëpia e jote e shenjtë. O Zoti ynë, i kam vendosur këtu për të falur namazin, andaj bën që zemrat e disa njerëzve të nxitojnë ka ata dhe furnizoj ata me frute, për t'u bërë falënderues ata. O Zoti ynë, unë e vendosa një pjesë të familjes ime në një lubin, ku nuk ka bim, pranë shtëpisate të shenjtë, që ta falin rregullisht namazin, o Zoti ynë." Vereni me kujtes se ai tha: "Unë e vendosa një pjesë të familjes sime, pra, jo të gjithë pasardhësit e mi."
Kështu, në atë lubin do të jetonin pasardhësit e Ibrahimit nga Ismaili, kurse pasardhësit e tjerë të Ibrahimit, ata nga Isaku, do të jetonin në Sham. Për vendin ku vendosi Ismaili thuhet se ishte një vend pa bimësi, sepse toka e Mekës nuk bën përmbjellje. Me pas Ibrahimi u lut duke thënë që ta falin rregullisht namazin, o Zoti ynë. Pra, bëj, o Zot, që të adhurojnë si një të vetëm dhe bëj që ta përkryen namazin dhe të falen me përkushtim. Sigurisht, falja e namazit me përkushtim është nga adhurimet më të mira në fenë e Zotit. Kush e përkryen namazin, do të jetë i aftë dhe korrekt në përkryrjen e fesë së Zotit. Prandaj bëj që zemrat e njerëzve të mbushen me dashuri për ta, bëj që njerëzit t'i duan banorët e këtij vendi dhe të përmallohen për këtë vend. Dhe Allahu i lartësuari përgjigj lutjes së Ibrahimit a.s. dhe nga pasardhësit e Ismailit nxori Muhamedin a.s. i cili do të ftonte popullin e tij në fenë madhështore islame dhe në besimin e pastër monoteist të atit të tyre, Ibrahimit a.s. Ata ju përgjigjen atij, duke e përkryer namazin dhe duke ju nështruar fesë së Zotit. Allahu i lartësuar e bëri detyrë haxhin në atë vend, ku vendosën pasardhësit e Ibrahimit dhe vendosin atë një të fshehtë të çuditshme, që i tërheq zemrat dhe shpirtrat dhe i bën të përmallohen për të. Çdo kush që kryen haxhin dhe e viziton atë vend nuk arrin të ngopet tërësisht në të, por vazhdimisht ndjen nevojën të kthehet atje. Sa më shumë ta vizitojë njeriu atë vend, aq më tepër shtohet përmallimi dhe tërheqja drejt saj. Kështu e kupton pse Çabia quhet shtëpia e Allahut. Gjithashtu, Ibrahimi a.s. u lut dhe tha dhe furnizoi me mirësi për të lavdëruar me mirënjohje. Padyshim, Allahu i lartësuari ju përgjigj lutjes së Ibrahimit a.s. Dhe tashmë drejt atij vendi derdha me shumicë të gjitha llojet e mirësive. Mekën e nderuar është në çdo kohë të mbushur me të gjitha llojet e frutave dhe mirësive. O Zoti im, ti, me të vërtetë, di ato që fshej me çka shfaqim ne haptazi. Nuk i fshehet asgjë Perëndis as në tokë as në qiell. O Zoti ynë, s'ka dyshim se ti e di atë që ne e fshehim dhe atë që ne e shfaqim haptazi. Allahut nuk mund t'i fshihet asgjë në tokë dhe në qiell. Zoti ynë, ti je më i ditur për ne, sesa ne për vetët tona. Ti i rregullon dhe administron çështjet tona. Ti përkujdesesh dhe edukon shpirtrat tanë, prandaj lehtësoj për ne të gjitha ato çështje që i dim apo nuk i dim, por që rregullojnë gjendjen tonë. Me detyrinë dhe mëshirën tënde, lehtësoj të gjitha rrugët e mirësive për ne. Ti je kujdestari dhe miku më i dashur, të cilit nuk i fshihet asgjë në qiell dhe në tokë. Edhe kjo lutje që bëri Ibrahimi se nuk i fshihej Allahut të lartësuar. Kjo lutje ishte kërkesë për mirësitë dhe begatitë e Zotit, si dhe mirënjohje e thellë për të. Qoftë lavdëruar Perëndia, i cili në pleqëri më dhuroi Ismailin dhe Isakun, Zoti im, me të vërtetë, është pranues i lutjeve. Falënderimi i qoftë Allahut, i cili më dhuroi mua, në pleqëri, Ismailin dhe Isakun. Kjo dhuratë ishte nga mirësitë më të mëdha. Sjellja në jetë e këtyre dy fëmijëve në një moshë të thyrë ishte një mirësi e jashtëzakonshme, dhe mbi të gjitha këto mirësi ishte fakti se këta dy djem ishin profetë adhurues të Zotit. Vërtet, Zoti im i dëgjon lutjet. Zoti është gjithnjë pranë dhe i përgjigjet atij që lutet. Ai kur nuk e zhrenin lutësin dhe adhuruesin e tij. Përsëri lutet Ibrahimi për veten dhe pasardhësit e tij duke thënë: O Zoti im, bën që unë të kryej për herë namazin dhe ashtu disa pasardhës të mi. O Zoti ynë, pranoje lutjen time. O Zoti im, me bëj mua dhe pasardhësit e mi nga ata që kryejnë namazin rregullisht dhe pranoje lutjen time, o Zoti ynë. Kjo tregon edhe një herë për rëndësinë e madhe të këtij adhurimi të mrekullueshëm, i cili është lidhja e ngushtë e robit me Zotin e tij. O Zoti ynë, më fal mua dhe prindërit e mi dhe besimtarët në ditën kur do të jepet llogari. O Zoti ynë, na mbulu me faljen tënde mua, prindërit e mi dhe të gjithë besimtarët ditën kur të jepet llogaria. Allahu i lartësuari i përgjigj lutjes së Ibrahimit në të gjitha detajet e saj, përveç lutjes në lidhje me babain e tij. Ibrahimi u lut për babaun e vet, për shkak se i kishte premtuar se do të lutej për të. Por kur ju bëhe qartë se ai ishte armik dhe kundërshtari i rrugës së Zotit, profeti u distancua nga lutja për të. E ti, mos mendo, kursesi, që Perëndia nuk vëren atë që punojnë zullumçarët. Ai vetëm u shtryen dënimin deri në ditën kur sytë e tyre do të mbeten të hapur. Kursesi mos mendo se Allahu është i pakujdesshëm ndaj veprimeve të keqbërësve. Ky është një kërcënim i ashpër për zullumçarët që ju bëjnë padrejtësi njerëzve dhe ngushëllim për ata që u bëhet padrejtësi. Ai vetëm është duke u dhënë afat deri në ditën kur sytë të shtangen nga tmerri. Allahu i lartësuari ka afatizuar ata. Ai u ka dhënë të mira të ndryshme dhe i lejon që të lëvizin të sigurt dhe të qetë në tokën e tij, por ju mos e konsideroni këtë si shenjë se ata janë në rrugë të mirë, sepse Allahu i lartësuar u jep afat të padrejtëve me qëllim që ata të shtojnë me tepër gjinohet, derisa ti rrëmbej me ndëshkim të ashpër, nga i cili nuk mund të shpëtojnë. I lartësuari thot, i tillë është ndëshkimi i Zotit tënd kur bien mbi popujt që bëjnë padrejtësi.
Vërtet, dëshkimi i tij është i dhëmshëm dhe i ashpër. Hud 102. Këtu bëhet fjalë për dy lloje padrejtësish, padrejtësitë në marrëdhëniet mes njeriut dhe Zotit dhe padrejtësitë e njerëzve mes njeri tjetrit. Dhe duke vrapuar, me kokë ngrehur, nuk mund t'i lëvizin sytë e shikojnë me ngullmim, e zemrat e tyre do të jenë të zbrazta nga tmerri. Ata janë duke vrapuar me kokat lartë, me sytë e tyre të hapur e të papolitur me zemrat e tyre të zbrazët. Sytë e tyre nuk politen nga tmerri dhe frika e asaj që shikojnë. I sheh ata të nxitojnë drejt zërit, që i thërret ata për të dalë para Allahut, për të dhënë llogari, dhe ata kur nuk mund t'i shmangen apo të gjejnë mend ku të fshihen. Kokat e tyre janë të ngritura lart, sepse duart i kanë të prangosura dhe të lidhura pas qafës. Kraharorin e kanë të zbrazët, sepse zemra i u shkon në gryk nga frika. Gjoksi i tyre mbushet me ankth, frikë, dëshpërim dhe tmerr. Paralajmëroi njerëzit për ditën që atyre do t'u vijë dënimi, e zullumçarët do të thonë: O Zoti ynë, na lë kthena në jetë neve vetëm edhe pa kohë, na do t'i përgjigjemi thirrjes tënde dhe do t'i pasojmë pejgamberet. Ju thuhet atyre: E vallë, a nuk jeni betuar më parë se nuk ka për ju zhdukje? Allahu i lartësuar i drejtohet profetit e tij të dashur, Muhamedit Asa, dhe i thotë: Prandaj paralajmëroi njerëzit për ditën kur do t'u vijë dënimi. Përshkruaj ua qartë ndëshkimin që i pret dhe paralajmëroi, që të largohen nga veprat e dënueshme. Le ta dinë se, kur të vit me riatin dëshkimi, ata që kanë qenë të gjytur në padrejtësi, duke mohuar Zotin, shpaljen, profetin dhe duke bërë gjinoa, do të bërtasin të penduar për çfarë kanë vepruar dhe do të kërkojnë që të kthehen. Por këto lutje dhe përgjërime nuk kanë efekt, sepse tashmë ka kaluar koha e tyre dhe kur keqbërësi do të thonë: O Zoti ynë, na lër edhe për pak kohë që t'i përgjigjemi thirrjes sate dhe t'i pasojmë të dërguarit. Ata do të luten: O Zoti ynë, na kthe në jetën e parë, se ne tashmë po shohim qartë. Na kthe në atë botë, që ne t'i përgjigjemi ftesës tënde. Dhe dihet se Allahu gjithmonë ka ftuar për në vendin e përjetshëm të paqes, për në xhenetin e tij. Ata do të luten gjithashtu: na kthe në dynja, që të pasojmë të dërguarit e tu. Por të gjitha këto ata i thonë thjesht për të shpëtuar nga ndëshkimi i dëmshëm, sepse, në fakt, ata janë mashtrues dhe kur nuk do ta mbanin këtë premtim, sikurse thot Allahu i lartësuar. Edhe nëse do të ktheheshin në dynja, ata do të zhyteshin përsëri në harame, prandaj Allahu i lartësuar, duke i qortuar, u thot atyre: Po, a nuk e kishit zakon të betoheshit më parë se nuk kishit për t'u larguar kur? Nga kjo botë. Kuptimi: a nuk betoheshit ju se nuk do të largoheshit asnjëherë nga dynjaja për t'u ringjallur në ahiret? Tani doli në pakotësia e betimeve dhe pretendimet tuaja të gënjeshtërta. Mosbesimi i ringjalljes dhe mosnështrimi ndaj Zotit nuk ishin për shkak të ndonjë mangese dhe pamjaftueshmërie në argumentet e Zotit, pasi ato ishin shumë të qarta. Kësaj qartësie i shtohet edhe një fakt tjetër: dhe keni banuar në shtëpitë e atyre, të cilët i kanë bërë zullum vetes dhe e keni pasur të qartë se si kemi vepruar me ta. Dhe na ju kemi treguar shumë shembuj. Ju banuat në vendbanimet e atyre që shkatruan vetveten dhe mësuat qartë se si vepruan me ta. Ne ju sollëm shembuj të qartë. Ju e kishit të qartë dhe e dinit mirë se çfarë bëri Zoti me ta dhe se si ndëshkoi. Kur ata mohonin shpaljet dhe profetet, Zoti ndëshkonte me shumë forma. Kjo duhet ju mjaftonte juve që të pranonit dhe të pasonit të vërtetën. Përveç kësaj, Zoti solli shembuj të shumta të qarta që ta kuptonit mirë e lehtësisht të vërtetën. Shembujt largonin çdo dyshim nga zemra e atij që kërkon të vërtetën. Megjithatë, juve asgjë nga këto nuk ju bëri dobi. Ju thjesht kthyet shpinën për të vazhduar në të kotën ku ishit gjytur. Kështu vazhduat derisa ndodhi ajo që ndodhi dhe ju arritët këtë ditë ndëshkimi. Sot nuk vlen justifikimi juaj i kot dhe i pa bazë. Dhe ata thurin dredhit e tyre, e te Perëndia është dënimi i dredhive të tyre, për dredhit e atyre nuk mund t'i lëkunin malet. Të fuqishme qenë, vërtet kuthet që përgatiten ata, por kuthet e tyre ishin në dorë të Allahut, kundërshtuesit e profetëve thurin kuthe dhe intriga kundër profetëve dhe pasuesve të tyre. Ata përpiqeshin me të gjitha mundësitë dhe aq sa Zoti lejonte të bënin. Por çdo plan i thurë prej tyre nuk mund të fshijë Zotit të botëve, sepse ai është i gjithditur dhe i plot pushtetshëm për gjithçka. Asgjë nuk mund të shpëtojë e fshija diturisë dhe pushtetit të Zotit, prandaj çdo kurthi këtyre të mjerëve u kthehet mbrapsht mbi kokat e tyre, por dredhia për të keqen nuk godet askënd tjetër veç atyre që e kurdisën. Fatir 43 pek edhe sikur të ishin të tilla që të shkurin malet. Intrigat e mohuesve të Zotit, profetëve të shpalljeve të tij ishin shumë mëdha. Ato ishin, ashtu siç i përshkruan Zoti, të tilla që edhe malet mund t'i lëviznin nga vendi. Allahu thot në një sure tjetër: Kurdisnin kurthe shumë të mëdha. Nur 22. Askush, veç Zotit, nuk mund ta përkufizojë mallsinë e intrigave të tyre, por ai është Zoti i gjithçkaje, që e kthen atë intrigë kundër tyre.
Në këtë kategori bëjnë pjesë të gjithë ata kundërshtues e rrugës së profetëve, të cilët përrojnë rrugën e të kotës dhe luftojnë me çdo mjet për të penguar dhe mbuluar të vërtetën e Zotit. Por le ta dinë se lufta dhe planet e tyre nuk kanë për të sjellë asnjë dobi. Ata nuk mund ta dëmtojnë as pak Allahun, por dëmtojnë veç veten e tyre. As mos mendo se Perëndia nuk do ta mbajë premtimin e vet që u ka dhënë pejgamberëve të vet, se Perëndia, me të vërtetë, është i plotfuqishëm dhe ndeshkon. Kurse si mos mendo se Allahu nuk do ta mbante premtimin që u dha të dërguarët e tij. Allahu i lartësuar ka premtuar se do t'i shpëtojë dhe dhurojë fitore profetëve dhe pasuesve të denjtë të tyre. Ai do t'u dhurojë atyre lumturinë në këtë jetë dhe në tjetrën. Nga ana tjetër, ai ka dhënë fjalën se do t'i shkatërrojë armiqtë e profetëve dhe të së vërtetës me dënim të rënd në këtë jetë dhe në ahiret. Kështu, kur mos mendoni se Allahu do ta shkelë premtimin e tij. Ai do të realizohet patjetër, sepse është fjala e vërtetë e Zotit e sjellë përmes profetëve, besnikëve me të zgjedhur mes krijesave të tij. Kjo është grada më e lartë e saktësisë dhe vërtetësisë së lajmit. Gjithashtu, kjo është në përputhje të plot me urtësinë e krijuesit dhe rregullat e krijimit të tij. Kjo përputhet, po ashtu, edhe me logjikën e saktë dhe të shëndetshme, që e do drejtësinë. Allahu nuk mund t'i shpëtojë asgjë sepse Allahu është ngadimtar dhe ka ndeshkim të ashpër. Nëse Allahu i lartësuar dëshiron të ndeshkojë dikë, ai person kursesi nuk mund t'i shpëtojë dhe nuk mund t'i fshihet Allahut dhe dhënjesë llogarisë në ditën e gjykimit. Në ditën kur toka do të ndërohet me tokë tjetër, por edhe qiet, e kur të gjithë të dalin para të vetmit dhe të plotfuqishmit Perëndi. Një ditë toka do të shndërrohet në tjetër tokë, e po kështu edhe qiet, atë ditë, qiet dhe toka do të ndryshohen. Këtu bëhet fjalë për ndryshim cilësor të tyre. Ditën e gjykimit, toka do të sheshohet dhe hapet, ashtu siç bëhet me lëkurën e tharë, duke u zhdukur malet dhe çdo lloj relievi. Ajo do të kthehet, ashtu sikurse thot Zoti, të pyesin ty për malet. Thuaj, Zoti im do t'i shkruaj ato dhe do t'i shpërndaj si pluhur, dhe vendin e tyre ta bëj rrafshe pa kur far bimësje. As udhësira e as lartësia nuk do të shohesh në vendin e tyre. Taha 105, 107. Ndërsa qielli do të bëhet, siç thot Allahu i lartësuar në një ajet tjetër, ditën kur qielli të bëhet si plumb i shkrirë. Me ariqtet. Kështu do të ndodh, sepse atë ditë gjendja është e vështirë. Pastaj Allahu i lartësuar do t'i palos qiejt me të djathën e tij, sikurse thotë, atë ditë, ne e palosim qiellin, siç palosën fletët e një libri. Ashtu siç e filluam krijimin, ashtu e rikthejmë atë. Ky është premtimi ynë dhe ne do ta përmbushim atë. Enbia 104 pikë dhe të gjithë do të dalin para Allahut, të vetmit Gallënimtarit. Krijesat do të dalin nga varret e tyre dhe do të grumbullohen të gjithë në masher, në vendin e tubimit. Askush nuk mund t'i fshihet Allahut e madhruar, as njerëzit dhe as veprat e tyre. Të gjithë do të zbulohen përpara Allahut, që është i vetëm dhe Gallënimtar mbi gjithçka. Allahu është i vetëm dhe absolut në madhështinë e tij, në emrat dhe cilësitë e tij, në veprat e tij madhështore dhe në faktin se ai është sunduesi dhe nështruesi i të gjitha botëve. Gjithçka është në sundimin dhe mbretërimin e Allahut, ai rregullon dhe administron të gjitha çështjet. Gjithçka lëviz apo qëndron në preje vetëm me lejen e Zotit. Dhe atë ditë do t'i shohësh mëkatarët të lidhur në pranga. Dhe ti do t'i shohësh keqbërësit atë ditë të lidhur në pranga. E në mujrimin janë ata që bën krime, adrejtësi dhe gjunahet të shumta. Këtë kategori do t'a shohësh atë ditë tek marrin dëshkim të tmeshëm. Çdo kriminal dhe i padrejt do të lidhet me zinxhir të zjarrt dhe do të tërhiqet zvarr drejt ndëshkimit. Ata do të jenë në gjendje më poshtruese, më të shëmtuar dhe më torturuese. Këmishat do t'i kenë prej katranit, e zjarri do t'u ambështjell fytyrat e tyre. Rrobat e tyre janë prej katrani, kurse fytyrat e tyre do t'i mbulojë zjarri. Rrobat e tyre do të jenë prej katrani, për shkak të zjarrit të ndezur dhe erës jashtëzakonisht të keqet e tyre. Fytyrat e tyre do t'i mbulojë zjarri. Pjesa më e nderuar e trupit, fytyra, do të jetë e përfshirë nga zjarri dhe po kështu do të ndizet i gjithë trupi i tyre. Kjo, sigurisht, nuk është padrejtësi nga Allahu i lartësuar ndaj tyre, por është një shpagim i drejtë për gjithçka që kanë bërë me duart e tyre. Kështu Perëndia shpërblen çdo njeri për atë që ka punuar. Perëndia, me të vërtetë, është llogaritar i shpejtë. Kështu Allahu ka për ta shpërblyer çdo shpirt për gjithçka që ka bërë. Allahu i lartësuar do t'u jap atë që meritojnë, për veprat e mira ose të keqia, me drejtësi dhe barazi. Drejtësia e Zotit nuk cënon asnjë. Vërtet, Allahu është i shpejtë në llogari. Një kuptim i këtij ajeti është se llogaria e Zotit do të vijë shumë shpejt. Ky kuptim është i ngjashëm me fjalën e Allahut të lartësuar, gjithsej më shumë po afrohet njerëzve dita e llogarisë, por ata nuk i kushtojnë me mendje dhe i shmangen besimit të vërtetë. Enbia 1. Një kuptim tjetër është se Allahu i lartësuar e ka llogarinë të shpejtë. Ai do t'i llogarisë të gjithë në një orë të vetme, ashtu sikurse i furnizon dhe rregullon çështjet e tyre në një orë
ose ashtu sikurse përkujdeset për ata në një çast të vetë. Kujdesi ndaj diçkaje nuk e pengon Allahun për të kujdesur ndaj diçkaje tjetër. Asgjë nuk del jashtë për kujdesit e tij, dhe kjo nuk është as pak e vështirë për të. Me pas, Allahu i lartësuar, duke e lavdëruar Kur'anin, thotë: "Ky Kur'ani është shpallë për njerëzit dhe me të paralajmërohen ata që ta dinë se ai është i vetmi Perëndi dhe për tu këshilluar njerëzit e mençur." Ky është një mesazh për njerëzit që ata të marrin këshill. Nëpërmjet Kuranit, njerëzit pajisen me gjithçka që u nevojitet në udhëtimin e tyre drejt gradave më të larta, sepse ai përmban bazat e urtësisë dhe hollësitë e udhëzimit të Zotit. Në Kuran i përmbledhen të gjitha njohurit për të cilat kanë nevojë krijesat. Përveç këtyre, Kurani shërben edhe si paralajmërues, sepse ai përmban kërcënime për t'u larguar nga të gjitha veprat e këqija dhe na tregon hollësisht për shkimin e atyre që i kryen ato. Por mbi të gjitha, Kurani u shpal nga Zoti për të mësuar njerëzve një të vërtet shumë të rëndësishme dhe ta di mirë se ai është i vetmi i adhuruar. Në Kurani, Allahu i lartësuar ka sjell dhe ka shtjelluar argumentet e qarta që tregojnë njohurinë e tij dhe faktin se ai është i vetmi që meriton adhurimin e krijesave. Këto argumente janë aq të shumta saqë e ndihmojnë njeriu të arrijë gradën hakul yakin, domethënë të vërtetës së sigurt. Allahu i lartësuar e shpalli këtë Kurani dhe që të nxjerrin mesim ata që kuptojnë. Domethënë, që të përfitojnë njerëzit që kanë logjikë të saktë dhe mendje të këthjellët. Këta përfitojnë nga ky libër çdo njohuri të dobishme që mund të jetojnë sipas saj. Gjithashtu, ata mund të kuptojnë gjithçka që u bën dëm që të mund t'i ruajnë. Pikërisht në këtë dituri madhështore, sqaruese të gjithçkaje dhe të jetuarit sipas saj, ata meritojnë të quhen të mençur. Nëpërmjet Kuranit, atyre ju shtuan njohurit, ju zhvillua arsyetimi, ju ndriçua mendja dhe fituan urtësinë. Kjo ndodh sepse ata e shuajnë etjen e tyre për dituri me Kuranin e pastër, i cili fton veçën e moralin më të lartë dhe në veprat më të mira. Kurani përmban argumentet më të forta dhe më të qarta, mbi të cilat mund të bazohet njeriu. Është një rregull i mrekullueshëm që e udhëzon njeriu të ngrihet në gradat më të larta dhe ta shtojë dhe kultivojë më shumë diturinë, urtësinë dhe mpretësinë e tij. Ky rregull ka një emër, ai quhet meditim i thellë në njohuritë e Kuranit madhështor.